për këto reshje, për këto vëshime, për gjithë ky shi dendur që ka rënë në Kosovë, a ka pas paralajmërime, apo kemi diçka që na ka ardhur pak si shpejt? Do thot pak zhvillimet kanë qenë pak më dinamike, më të shpejta që ndoshta nuk janë parashikuar edhe në për këto modelet ndërkombëtare, që ndoshta nuk ka pas një paralajmërim më të hershëm, po kryesisht është pjesa e Dugazinit që ka pësu ndoshta më shumë edhe një pjesë qendrore e lumit Danica që ka pas vëshime, po pak a shumë kemi gjithmonë janorin kemi me këto reshje më të larta. Ju kujtohet vitit 2021-2023 ku ka pas vërshime edhe në atë periudhë. Po ditëve të fundit, edhe sipas Institutit Technologjik në bazë shënimeve të tyre, Njunik për shembull vetëm për 2 ditë janë regjistruar 230 mm treshna, që janë reshje të shumta do të thotë për vizë malore. Dhe patjetër ai ujë që mbledhet në për vizë malore duhet me shku tika te poshtë dhe patjetër që pjesa e Dugazinit të pranon atë ujë më shumti. Po flasim ata mandej drini bord ka shumë. Po flasim për 2 ditë rresht apo? Po, 2 ditë rresht do thotë me 3 deri me 5 janar, po natyrisht edhe ditën e ndjeshme janë shënu reshët mëdha dikon gati 100 mm treshën ka pas në ato pjesë edhe për rreth komunës Gjakovës dhe Deçanit, që është një sasi enorme, ndoshta me thonë reshjet e gjysmës vitit me ra brenda 3-4 ditëve. Do të është sasi enorme që nuk norma shumë të larta. Edhe plus e kemi pas edhe plus tetori me nëntori kanë qenë tepër të lagshtë. Do thotë 300 mm janë regjistruar treshën gjatë atyre 2 muajve, kështu që toka ka qenë ngopur me ujë, edhe nuk ka mujt me pranu më shumë treshën, edhe këta ato treshën tash janë ndër nëpër lumej, edhe lumejt kanë vëshuar jashtë shtratit mandej, edhe tash i kemi këtë situatë.